rruga për qëllime përbashkët dhe e përdor fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, të shkoj atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë për të pasur dyshime dhe dilema. Por kjo është një propagandë e vazhdueshme, bum. Gjithsesi, unë besoj që ne jemi jo vetëm në kohën e dur dhe në vendin e dur, por jemi absolutisht forca e duhur për të realizuar këtë qëllim të madh, dhe kjo duhet të jetë kryefjala. Pastaj të gjitha të tjerat, një nga një, duhet dhe do të trajtohen deri në nivelin individual, deputeti me qytetarin, shtëpi në shtëpi, lagje me lagje, bashki në bashki, edhe në rangun e të gjithë Republikës. Shumë faleminderit. Kemi paketën e maleve. Po kemi paketën e maleve pastaj që do flasim për diçka konkrete edhe të tjera. Edhe herë, faleminderit.